Të ndërmiq mirë se shihemi sërish në kjo është koha në takimin tonë të përditshëm me këtë muaj të begatë të Ramazanit. Ju ftojmë që të qëndroni me ne disa minuta për të folur dhe për dëgjuar disa përkujtime të rëndësishme, të cilat vlejnë në këtë muaj. Zoti thotë në Kur'an përkujto se përkujtimi e bën dobi besimtarëve, prandaj ne do të mundohemi që të përkujtojmë së bashku në këto minuta me një aspekt shumë të rëndësishëm në fenë islame, mbi aspektin se si të përsosim jetesën tonë, se si të jetë jetesa e jonë, një jetesë e cila frymëzohet nga shpallja hyjnore, nga modeli i Profetit alayhis salam. Dhe për të folur pikërisht mbi këtë temë, un kam kënaqësi që ta zhvilloj këtë bisedë me muftiun e Sarandës, Hoxhën e nderuar Bledar Mullaj. Hoxh, mirë se vini. Mirë se u gjeta. Allahu nderoft, kënaqësi. Mufti, nëse flasim për ambicjet e besimtarit, se si ai të jetë mundësisht i përsosur në jetën e tij. Shpesh kuptimet kuranore për dikë mund të tingëllojnë sikur besimtari mundohet që të përsos vetëm xhenetin e tij, parajsin e tij. Edhe ndoshta për dikë mund të jenë keq kuptim sikur thirrjet kuranore lën pasdore jetesën e kësaj bote, zhvillimin e të, ambicjet, standardet e saj. Besimtari si është midis aspektit të qenërit i përsosur në botën tjetër dhe të qenërit i përkohshëm në jetën e kësaj bote? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. E filloj me emër të Allahut, është një pyetje shumë e rëndësishme, interesante. S'ka dyshim që Allahu i lartësuar që ka krijuar njeriu, ka caktuar dhe e ka përmbushur, e ka kompletuar njeriu me një potencial jashtëzakonisht të madh. Dhe njeriu, si krijesë e Zotit të lartësuar dhe si mëkëmbës i Allahut të lartësuar në tokë, e ka potencialin, i ka këto komponent, e ka këtë energji, këtë mundësi për të vërë në jetë të gjitha ato detyra, ato përgjegjësi dhe të gjitha ato sistem jete që Zoti i lartësuar i ka caktuar në jetën e kësaj bote. Dhe këto element apo këtë energji, këtë potencial që i ka caktuar Zoti i lartësuar, nëse mirë menaxhohet nga njeriu, pasi i ka njohur Zotin, pasi i ka njohur detyra dhe përgjegjësitë e tij në jetën e kësaj bote, pasi ka mësuar dhe rëndësinë e gjithë shkaje që Allahu i lartësuar e ka ngarkuar. Besimtari, nëse pastaj vazhdon edhe të jetë dhe i orientuar dhe i ndryshuar me udhëzimet e Zotit lartësuar, nuk ka pse të gabojë, vendos një harmoni dhe vendos një ekuilibër të qelluar, shumë të mirë mes atyre detyrave dhe përgjegjësive që ka në raport me Zotin lartësuar në mënyrë të drejtë për drejtë, me adhurimin dhe me synimet dhe me ambicet e larta për të qenë në gradë të larta në xhenet, por njëkohësisht edhe me të gjitha ato detyra dhe përgjegjësi që ka në jetën e kësaj bote për të qenë një musliman ideal dhe shumë me dinjitet në përditshmërinë e tij dhe në jetën e kësaj bote. Ju vut një kusht me sa kuptova që pasi e njeh Zotin e tij dhe pasi njeh urdhëresat e tij, pasi njeh porositë kuranore, besimtari e ka mundësinë që ta përsos, ta përkryejë jetesën e tij. Po ndërkohë shpesh besimtarët duket sikur motivohen të bëjnë mirë, sepse Zoti do t'i shpërblej në ditën e gjykimit, do t'i shpërblej me parajs. Ndërkohë, a mund na jepni një porosi konkrete kuranore, një postulat kuranor se si Kurani për shembull i orienton besimtarët në jetën e kësaj bote të bëjnë më të mirën dhe të jenë të përkryer në jetesën e tyre? Vetëm nëse mjaftohemi me termin që e lartë përmendëm, që njeriu ka një mision në këtë tokë. Është mëkëmbës i Allahut të lartësuar në tokë. E ka krijuar Zoti i gjithësisë që ta këtë tokë me fjalë ta zhvilloj, të demonstroj, të manifestoj që në jetën që i ka caktuar Zoti i lartësuar, ky njeri me energjinë dhe me potencialin që i ka caktuar Zoti i gjithësisë, ka mundësi dhe duhet patjetër që tokën e Allahut të lartësuar ta zhvillojë në të gjitha aspektet, duke filluar me ato detyrimet dhe përgjegjësi që kanë raport me Zotin e gjithësisë, por raportet me gjithçka tjetër që e rrethon në jetën e përditshme. Allahu i lartësuar vërtet e orienton dhe urdhëron robin që të synojë kënaqësinë e Zotit dhe shpërblimin në botën tjetër, mirë po nga ana tjetër i thotë wala tansa nasibaka min ad-dunya, mos i harro dhe detyrat, përgjegjësitë dhe kohën në jetën që duhet jetosh në jetën e kësaj bote. Kështu që një besimtar ideal, një musliman ideal, është ai i cili vendos një ekuilibër mes këtyre dy prioriteteve, mes këtyre dy synimeve, kuptohet me përparësi, sepse përparësi ka e përjetshme ndaj asaj që është e përkohshme. Pra, besimtari i duhur, besimtari ideal është ai që di të balancojë midis të ardhmes së tij dhe aktualitetit të tij. Ndërkohë,
profeti alayhis salam në një thënie thotë se Zoti do që kur ta bëni një punë ta përsosni atë. Po ndërkohë po vetë Zoti thotë në Kur'an se besimtarët, njerëzit janë qenie të mangëta, nuk janë të plota. Duket sikur janë dy thënie që përjashtojnë njëra tjetrën. Si mund ta përsosim jetesën tonë kur në thelb njeriu është vazhdimisht po themi i paplotësuar dhe me aspekte që ka nevojë vazhdimisht që ti përkryej ato ti përsos. Atëherë janë dy të vërteta. E para është që Allahu i Lartësuar kërkon prej nesh të japim maksimumin në çuarjen e vend të detyrave të përgjegjësive në jetën e kësaj bote. Të mos lëmë absolutisht asnjë gjë mangët. Të synojmë përsosmërinë në të gjitha aspektet dhe është edhe aspekti tjetër që njeriu është një qenie mangët, një qenie dobët, harron, rrëshket, gabon. Përsosmëria e njeriu, e individit është në moment që bën maksimumin e energjive të tij, përderisa secili prej njerëzve, pra kushdo ka bën dhe ka shpenzuar maksimumin e energjive të tij në aspektet caktuara, në përgjegjësi dhe në detyra të caktuara, ky njeri e ka përsosur veten e tij. Pastaj Allahu i Lartësuar siç ka ndarë riskun, ka ndarë dhe mes njerëzve edhe kapacitetet edhe potencialeve dhe në këtë aspekt, në këtë kuptim do t'i marrë edhe në përgjegjësi edhe në llogari në botën tjetër. Pra, kuptimi është që nëse njeriu jep maksimumin e vetes të energjisë, të potencialit, të mundësive që ka, atëherë ai ka përsosur veten. Pjesa tjetër pastaj është la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e detyron një person dhe nuk e ngarkon për te mundësive të tij. Në këtë kuptim është justifikuar. Ndërkohë, cilat janë fushat ku duhet të fokusohet besimtari në përsosmëri, sepse jeta ka shumë dimensione, ka aspektin material, ka aspektin social, ka aspektin shpirtëror, ka po themi profesionet e tij, angazhimet e tij, cilat janë ato po themi prioritetet që besimtari duhet t'i përsos, veçanërisht në këtë muaj të begat Ramazanit, ku si duket është dhe një mundësi shtesë, duket sikur rruga është më e lehtë, është më e thjeshtë. Atëherë, përsosmëria është diçka e kërkuar prej Allahut të Lartësuar, pra aq sa është në kapacitetin njerëzor. Dhe nuk ka vendosur pra një sektor të caktuar. Por ka thënë, siç ka thënë Muhamedi alayhis salam, Allahu e ka caktuar dhe e ka kërkuar përsosmërinë, atë pra nivelin më të lartë të arritjes apo të veprimit të gjërave në çdo gjë. Madje në çdo gjë, edhe në gjërat më të imta. Madje më kujtohet një thënie e profetit alayhis salam apo një moment ku i dërguari i Zotit Lartësuar bashkë me disa prej shokëve të tij ishin duke qefinosur një prej muslimanëve që kishte ndruar jetë. Dhe shokët pra po e qefinosin dhe po përpiqeshin ta bënin diçka të tillë në mënyrë të mirë. Mirë po i dërguari i Zotit Lartësuar u qëndronte aty te koka dhe u thoshte, edhe drejtoje pak këtu qefinin, drejtoje pak aty. Pastaj ata e pan të habitur të dërguar në Allah dhe i dërguari i Zotit u thot, Allahu i Lartësuar, kur dikush prej jush e qefinos vëllain e tij, e qefinos të vdekurin, ta përsosi qefinosjen. Pra edhe në këtë detaj që tek e fundit ai qefini ditët caktuara ose muajt e caktuar do të prishej apo do të zhdukej. Por edhe ky detaj shumë i vogël, edhe këtu thot profeti alayhis salam. Pra synon që të kthehet një standard dhe në një mënyrë të parit dhe të vepruar të gjërat më tepër se sa. Nëse synojmë diçka të tillë, pra përsosmërinë, përsosjen e gjërave, atëherë arrin një moment dhe bëhet stil jetese, bëhet standard në jetën e besimtarit. Në momentin që flet, në momentin që gjykon, në momentin që vepron, në momentin që ushqehet, në momentin që kërkon riskun, në momentin që ndërton marrëdhëniet me të tjerat, në momentin që sillet në shtëpinë e tij apo në familjen e tij. Në çdo gjë, në zanatin e tij, siç thot profeti alayhis salam, Allahu dëshiron që kur dikush prej jush ta veprojë një vepër, ta përsosë atë, përderisa ka mundësi, ta përsosë atë. Dhe ne shohim sot vazhdojnë akoma të jenë të freskëta, të jenë në jetë, dhe ne kemi edhe aksesin dhe mundësinë të vizitojmë të gjitha ato vepra arti të cilat ndoshta shekuj më përpara janë përsosur. Pjesa tjetër të cilat janë bërë, ndoshta jo në këtë standard, sot nuk i ke këto. Prandaj përsosmëria tek besimtari kthehet në stil, kthehet në standard, në mënyrë jetese, në mënyrë të folurit, komunikuarit, gjykuari. Dhe kjo është ajo që kërkon Allahu i Lartësuar. Ndoshta kjo është dhe treguesi që civilizimi islam ka lënë gjurmë në 4 anët e botës kudo ku ka ekzistuar, edhe pse ndoshta kanë kaluar shekuj, edhe vite të tëra dhe ndoshta edhe shekuj jo shumë të lehtë, pra ka kaluar shumë periudha, shumë luftra. Mirë po gjurmët janë kudo. Do thoni se ky ka qenë standardi i të kuptuarit të fesë së drejtë të Zotit? Fakti që kjo gjë është realitet, të tregon diçka të tillë.
Pra patjetër që ka nesur me parimin atë gjë që e vepron përsos atë. Ka nesur me këtë parim hynor profetik që e ka caktuar Zoti i lartësuar. Dhe ne duhet marrim mësim në lidhje me këtë gjë dhe duhet të japim maksimumi për të përsosur të gjitha ato fushat e jetës apo detyrat dhe përgjegjësitë tona. Dhe ne shohim objekte si Alhambra në Andaluzinë e dikurshme, në Samarkand, në Turqinë e sotme dhe në gjithë botën islame, nga Maroku deri afër Kinës, shohim vepra madhore, të cilat kanë synuar kënaqësinë e Zotit, po kanë lënë gjurmë të mëdha në jetën e kësaj bote. Dhe sot më shumë se kur janë përhapur libra se si të bëhesh i suksesshëm, si të bëhesh i rëndësishëm, si të fitosh shumë, libra që më së tepri po përhapin depresion tek njerëzit sesa po përhapin sesa vlen si një manual i qartë drejt suksesit. Po besimtari vërtet, ku ta gjej burimin e kuptimeve? Duke u lutur shumë, duke lexuar dhe duke tholluar në Kur'an, duke ndënjur me njerëz të suksesshëm, pra cilat janë disa nga po themi metodat, rrugët ku dikush do që vërtet ta ndryshoj standardin e jetesës së tij përmes besimit të tij. Atëherë, njeriu e ka shumë të thjeshtë. Mjafton që të jetë parimor. Mjafton që të ndërtoj të ecë me standarde dhe me ambicie të lartë në jetën e tij. Dhe kështu i ndreq, i përmirëson dhe madje i çon në një nivel shumë të lartë të gjitha aspektet e jetës së tij. Qoftë në raport me Zotin e gjithësisë, që është edhe ai korridori më kryesor dhe më i rëndësishëm, sepse për atë jemi krijuar, për atë ekzistojmë. Dhe që të çojmë në vend atë amanetin, atë përgjegjësinë dhe atë kontratën që kemi shumë fisnike dhe shumë të shenjtë me Zotin e lartësuar. Duhet të kuptojmë që kemi një qëllim në jetën e kësaj bote. Nëse nuk plotësohet ky, pastaj sukseset e tjera ndoshta vendosen në këtë pyetje. Këtu është dhe burimi i të gjitha mirësive dhe këtyre standardeve. Sepse po të shohim, ne kemi një Zot i cili është i përsosur, i përkryer, është pa meta, është pa mangësi, është një i vetëm absolut, i plotfuqishëm, i furnizuesi, dhe nëse hyjmë, depërtojmë dhe mësojmë, lexojmë atributet e Zotit lartësuar, do të mahnitemi dhe frymëzohemi direkt nga këto atribute dhe nga këto emra dhe nga ky përshkrim i Allahut dhe i Zotit të lartësuar. Gjithashtu ne kemi një fe që nuk ka mangësi në të. Allahu i lartësuar, citatin e fundit që ka zbritur nga Kurani famëlar është: sot e plotësova, e përsosa për ju fen tuaj. E plotësova, e përsosa, pra nuk u vulos derisa të ketë jetë në tokë. Aty është zgjidhja, aty janë orientimet për të jetuar njeriu një jetë shumë të suksesshme dhe për të ndërtuar dhe për të jetuar me këto standarde për të cilat ne flasim. Ne kemi një profet i cili është në nivelin më të lartë të moraleve, të standardeve, të arritjeve dhe sukseseve. Prandaj dhe ka thënë: unë jam dërguar prej Allahut të lartësuar për të përsosur moralet më të larta dhe për ta çuar njerëzimin në një standard që nuk ka qenë ndonjëherë. Dhe gjithashtu ne kemi një libër që Allahu i lartësuar thot: Kitabun uhkimet ayatu. Është një libër i cili janë përsosur citatet, vargjet e tij. Pastaj janë shtjelluar dhe janë shpjeguar prej Zotit të lartësuar. Pra ne jemi të rrethuar nga përsosmëria. Ne hedhim një vështrim lart në qiellin e Zotit dhe shohim një përsosmëri absolute, një ekuilibër në planete, në gjithçka që na rrethon, në tokën e Zotit, në gjallësat. Pra, njeriu nëse mediton në këto element, atëherë e kupton që në këtë përsosmëri nuk mund të jetojë ndryshe veçse duke synuar pikërisht këtë standard të lartë që është përsosja e gjërave. Sa rëndësishme është që të kuptojmë edhe natyrën e jetës së kësaj bote, që një prej dimensioneve të saj është përkohshmëria, pasi nuk janë të paktë njerëzit të cilët arrin shumë pasuri dhe duan që parajsin ta ndërtojnë këtu, dhe të mos largohen asnjëherë nga kjo botë, nga kjo tokë, duke ndërtuar ndërtesa të fortifikuara me shpresën se do të gjejnë atë zgjidhjen, atë ilaçin që do t'ju rigjenerojë qelizat e tyre vazhdimisht për të jetuar në përjetësi këtu. A është një qasje e gabuar kjo dhe cilat do të ishte e duhura më saktë? Ajo varet nga qëllimi. Nëse ne i përsosim ndërtesat tona dhe shtëpitë tona dhe objektet dhe institucionet dhe të gjitha shërbimet, nëse i përsosim, sepse kështu na ka kërkuar Zoti i lartësuar dhe Allahu është i bukur dhe do të bukurën, dhe Zoti i gjithësisë kërkon standardet më të larta, mirë po njëkohësisht e ndijmë dhe përjetojmë që jemi të përkohshëm, ama e punojmë me këtë standard për të transmetuar këtë nivel të lartë me fjalë të përfaqësimit apo të zbatimit të gjërave, dhe ecim me këtë standard dhe për t'u lënë trashëgimi edhe të tjerëve, atëherë këtu nuk ka problem, duke ditur shumë mirë që jemi të përkohshëm.
dhe mendjen dhe zemrën e kemi tek ajo që është e përhershme, tek xheneti, tek kënaqësia e Allahut, tek bota tjetër. Nëse pastaj njeriu nuk mendon për këtë gjë dhe nuk e bën lidhjen midis këtyre të dyjave, mirë po kërkon që ta gjejë atë prehjen absolute apo atë kënaqësinë absolute, lumturinë absolute nëpërmjet këtyre elementeve të kësaj dhunjaje që është e përkohshme, këtu është problemi, është shumë e mundshme që të zgënjet. Pra këtu fillon pastaj dhe devijimi, pasi devijimi kryesisht është ose fillimisht është devijim në koncept edhe pastaj edhe në rezultat. Ndërkohë shumë njerëz suksesin e kërkojnë brenda vetes, në kuptimin që të jenë ata që fitojnë shumë, ata që janë në fokus, ata që janë protagonist, ata që marrin çmime dhe medalje. Kryesisht kjo është, po themi, e përhapur dhe simbolik e një civilizimi ku konkurenca dhe materializmi është kryefjala e gjithçkaje. Ndryshon me kultura të tjera ku njerëzit mundohen të vrapojnë së bashku për të arritur në finish. Sa e rëndësishme është që të arrijmë një sukses ku përfshihen dhe të tjerët, ose më saktë, a mund të jetë një sukses nëse vetëm ne jemi të suksesshëm dhe shoqëria nuk është e tillë, pra nuk kontribuojmë për të patur një shoqëri të suksesshme dhe jo thjesht një individ të suksesshëm? Në mendimin tim është e pamundur që të arrihet suksesi absolut i një individi në aspektin personal i përjashtuar nga shoqëria ose i veçuar nga shoqëria. Ne jemi qenie sociale dhe suksesi merr vlerë dhe merr kuptim në momentin që ndahet me të tjerët. Për këtë arsye po të shohim edhe orientimet profetike ose orientimet hyjnore janë që njeriu të ndaj të mirën, të ndaj suksesin edhe me të tjerët. Nëse edhe një prej sëmundjeve apo veseve më problematike dhe më të dëmshme për njeriu është pikërisht ai egoizmi. Në momentin kur njeriu kërkon apo dëshiron të lartësohet në veten e tij, pastaj për të tjerët nuk i intereson ose dëshiron dështimin e tij. Muslimani nuk është i tillë. Dhe nëse ka këtë gjë, atëherë i themi nuk e ka arritur përsosmërinë. Besimtari është ai i cili i uron të tjerëve, i uron muslimanëve, i uron besimtarëve, i uron njerëzve atë gjë që ja uron vetes së tij. Dhe nuk u dëshiron të tjerëve atë gjë që pikërisht të keqe që nuk ja dëshiron vetes së tij. Kështu plotësohet besimi dhe kështu merr kuptim edhe suksesi. Dhe kështu ndahen edhe mirësitë e Zotit lartësuar. Në të kundërt, atëherë një njeri mund të jetë edhe vetë mashtruar apo i mashtruar. Ndërkohë, duke qenë se jemi në muajin e begatë Ramazanit, edhe është një muaj ku lutjet, duat janë më të pranuara se kur, por se dhe atmosfera shoqërore është gjithashtu më pozitive. Cilat do të ishin disa dua ose për çfarë do të lutemi më së tepërmi në funksion, në perspektivë të përsosjes së jetës tonë, përsosjes së brendshmes dhe të jashtmes tonë? Po mendoj që një prej duave më të rëndësishme në këtë muaj të begatë të Ramazanit është që Zoti i lartësuar të na bëjë të suksesshëm në të gjitha detyrat dhe përgjegjësitë që ai na ka ngarkuar. Të japim kuptim të qenurit njerëz. Të qenurit njeri është shumë e rëndësishme që të japim kuptim. Të qenurit më këmbës si Zoti i lartësuar në tokë. Allahu na ka nderuar, Zoti i gjithësisë na ka mbuluar me mirësitë e tij. Dhe një prej duave që duhet patjetër të kërkojmë Allahut të lartësuar në këtë muaj të begatë është që mendjen ta kemi gjithmonë të ushqyer, zemrën ta kemi gjithmonë të ushqyer. Gjithmonë të jemi të frymëzuar dhe gjithmonë të jemi pozitiv, gjithmonë të jemi optimist. Dhe gjithmonë të jemi të orientuar drejt të mirës. Ajo e keqja, e dëmshmja, qoftë në aspektin personal, familjar apo shoqëror, të jetë e urryer për ne dhe të jemi larg kësaj. Nëse Allahu i lartësuar ia mundson njeriu këtë gjë, me të vërtetë i ka dhënë pasurinë më të madhe, sepse kështu e ka arritur konceptin e plot të lirisë, të qenurit i lirë, dhe shumë e rëndësishme të qenurit i lirë. Dhe të qenurit i lirë nga veset dhe nga problematikat e përditshme është shumë e rëndësishme. Pastaj prej duave të rëndësishme është të lutesh Zotit të lartësuar në këtë muaj të begatë për atë gjë që edhe Allahu e ka cilësuar të muaj, që është muaji i pendimit, është muaji i pranimit të pendimeve, muaji i mëshirës, është muaji i xhenetit, është muaji i faljes. Dhe detyrimisht nuk do të kaloj ky muaj pa i kërkuar Allahut të lartësuar pikërisht ato për të cilat ky muaj edhe merr kuptimin. Por njëkohësisht duhet të lutemi Allahut të lartësuar me atë duan e cila është nga duat edhe më të mira dhe më të shpeshta që i dërguari Zot i lartësuar i drejtoi Allahut të lartësuar. Dhe që është o Allah, na jep të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit. Pra shikoni edhe këtu duke qenë se është lidhur edhe me temën dhe me konceptin e suksesit, profeti Alisam nuk i ka ndarë në fjalë, që edhe në dua atë kërkesën që Allahu i lartësuar ta mbulojë me mirësitë e shumta, por jo vetëm në botën tjetër, por edhe në jetën e kësaj bote.
Gjithashtu të lutemi për njerëzit tanë të dashur, të lutemi për vendin tonë, për 3 komponentët më të rëndësishëm që duhet robi dhe besimtari t'i kërkojë Zot të lartësuar, për shëndet, për risk, për furnizim dhe për siguri, përderisa në një shpirt njerëzor dhe përderisa në një familje, përderisa në një qytet, në një bashkësi, në një shtet, në një komb, bizotërojnë ose si thuash njerëzit bashkësia është në këto 3 element, pra për sa i përket furnizimit janë në mirëqenie, për sa i përket shëndetit dhe për sa i përket dhe sigurisë. Kjo është një begati shumë e madhe, ne duhet të kërkojmë Allah të lartësuar për veten tonë dhe për vendin tonë që këto të jenë të vazhdueshme, të na ruaj Zoti. Ndërkohë Mifti, gjithë secili kërkon motiv, ndoshta e kupton që ka energji brenda vetes, ka aftësi, Zoti e ka begatuar me shumë aftësi dhe mundësi, po shpesh është motivi i ulët. Shpesh është atmosfera e jashtme ose edhe motivi i brendshëm ju aty ku duhet. Besimtari vërtet nga motivohet, cili është burimi i energjisë së tij? Atëherë burimet janë të shumta, por nuk diskutohet që burimi kryesor është prej Allahut të lartësuar dhe mbi të gjitha fakti që Zoti i gjithësisë e shikon, e mbikëqyr. Çdo gjë që je duke vepruar para syve të Zotit, në kuptimin para shikimit të Allahut të lartësuar më saktë. Dhe për këtë arsye Allahu i lartësuar thotë veproni, përsosni punët tuaj, shtoni ato, bëni sa më shumë punë të mira, të tregoni sa më të dobishëm, sepse Allahu i shikon veprat tuaja. Profeti i shikon veprat tuaja dhe gjithë njerëzit dhe besimtarët i shikojnë veprat tuaja. Pastaj do vijë një moment që do dilni përpara Zotit dhe do të shikoni dhe vetë se çfarë keni vepruar. Pra njeriu e di shumë mirë që atë që e mbjell sot do ta korrë një ditë, do ta shikojë. Një motivim tjetër që është jashtëzakonisht i madh është se Allahu i lartësuar e kthen të mirën me të mirë. Ti nëse përsos diçka, nëse bën diçka mirë, ta dish që Allahu i lartësuar është bujar. Allah, Zoti i gjithësisë, është bujar dhe është shpërblyes shumë i madh. Dhe shpërblen robin në moment që në jetën e kësaj bote, por njëkohësisht dhe me shpërblim të madh në botën tjetër. Dhe me që jemi edhe këtu, është pikërisht xheneti është një motivim shumë i madh. Sepse ne dimë shumë mirë që ne tregtojmë me Zotin lartësuar. Dhe ajo gjë që me të cilën shpërblen më së shumti Zoti i gjithësisë përveç shpërblimeve dhe begative në jetën e kësaj bote, është pikërisht për parajsa dhe përjetësia në botën tjetër, në botën e përhershme. Por njëkohësisht na motivon që të jemi gjithmonë në kufi të perfektes apo në kufi të përsosmërisë, për aq sa mundet njeriu për te mangësive që ka, edhe fakti se çdo gjë të mirë që bën dhe e përsos atë, ajo është një stoli. Pra ti e ke stolisur, e ke plotësuar atë mozaikun e bukur të besimtarit. Bëre një të mirë sot, e ke vendosur një gurës të bukur aty tek ai mozaik. Derisa plotson pastaj atë bukurinë dhe atë stolinë që e ka quajtur Allahu i lartësuar dhe ka thënë dhe dijeni se ai petku më i mirë dhe veshja më e mirë është veshja pikërisht ajo uniforma e devotshmërisë. Për këtë arsye pak a shumë ky është motivimi kryesor që ka besimtari, duke shtuar edhe një fakt tjetër që nuk kemi edhe shans tjetër. Vetëm një shans kemi. Nuk e përsërisim dot. Pra që të bëjmë prova, nuk mund të bësh prova me jetën. Nuk mund të bësh prova me përgjithësi detyrat që ke raport me Allahun lartësuar. Nuk mund të bësh prova dhe nuk ke shans për të përsëritur të qenurit bashkëshort. Një shans ke. Nuk mund të përsërit dot të qenurit fëmijë në raport me prindrit. Nuk një shans ke. Do vi një moment do ndaj Zoti i lartësuar, do na ndaj Allahu i lartësuar nga të dashurit. E njëjta gjë me vëllezërit, me motrat, e njëjta gjë me njerëzit. Pra, në momentin kur e kupton njeriu që shansi është një i vetëm, atëherë motivohet. Bëhet i rritet doza edhe e përgjegjshmërisë. Në këtë aspekt motivimi është i shumt, por që e lutim Zotin lartësuar që mos hutohemi se kemi mjaftuar shumë. Ndërkohë ju përmendët pak më herët se besimtarët veçanërisht në këtë muaj të veçantë duhet të luten për veten e tyre, për familjet e tyre dhe për shoqërinë e tyre, për vendin e tyre, kryesisht për begati, për siguri dhe për zhvillim të tij. Po ndërkohë dikush lutet dhe ndoshta lutet shumë. Po cili duhet të jetë balancimi i duhur, qëndrimi i duhur midis lutjes dhe të angazhuarit konkretisht, të vepruarit, të punuarit me lutjen. Se ndoshta dikush i ngret duart nga qielli dhe mendon se nga qielli do vi ndryshimi. A vjen ndryshimi nga qielli apo vjen nga njerëzit e tokës në një farë mënyrë? Atëherë, besimtari ka një raport shumë të ngushtë me Zotin e gjithësisë. Dhe besimtari ka një mendim absolut shumë të mirë për Allahun lartësuar.
S'ka dyshim se që në momenti që dikujt Zoti i Gjithësisë ja inspiron e frymëzon për të lutur, përgjigjja është e garantuar vetëm nëse ka ndonjë pengesë. Dhe prej pengesave mund të jetë dhe kjo që ju e cekët, që në momenti që robi ja dorëzon lutjen Allahut të lartësuar, mirë po nuk bën absolutisht asgjë me veten e tij, nuk i respekton shkaqet, me energjitë e tij, dhe si rrjedhoj nuk ndjek rrugën dhe nuk ecën drejt atij rezultatit apo drejt përgjigjes që do t'i japi Allahu i lartësuar. Prandaj një lutje e pranuar nga Allahu i lartësuar është një lutje që robi troket i përulur para dyerve të Allahut të lartësuar, me mendimin e mirë absolut se Zoti do të përgjigjet dhe atij nuk i kushton asgjë, është i plotfuqishëm dhe është bujar dhe është furnizues, por njëkohësisht ka pastaj edhe angazhohet në aspektin e sebepeve, të shkaqeve, bën maksimumin e vetes së tij. Pastaj ja dorëzon çështjen e Zotit të lartësuar. Ndërkohë, në muajin e Ramazanit ndodh shpesh me shumë prej nesh që ndryshojmë, përmirësohemi në shumë dimensione, në shumë aspekte. Mirë po sa mbaron Ramazani, e shohim dhe mendojmë se nuk mund të jemi të njëjtë. Pra sa vjen Ramazani kuptojmë se kemi energji të mëdha, mund ta afrojmë veten nga shumë aspekte që nuk i pëlqejmë në jetën tonë, mund të kultivojmë shumë dimensione të tjera të cilat i pëlqejmë, mirë po të gjitha këto mbyllen me muajin e Ramazanit. Si ta vazhdojmë këtë rrugtim të përsosmërisë tonë edhe mbas muajit të Ramazanit? Shikova, është pak e vështirë që të ruhet i njëjti ritëm për gjatë gjithë jetës. Dhe kjo gjë, besimtari ka hapësirë në lidhje me këtë gjë dhe është i mirë kuptuar. Mirë po, besimtari duhet vendosë një standard. Ai standardi është që të jetë në rregull në raport me përgjegjësitë, detyrat, angazhimet që ka caktuar Zoti i lartësuar. Dhe të jetë larg atyre vendeve apo atyre zonave të minuara që Zoti i lartësuar i ka vendosur ato kufi, mos të shkeli. Pastaj për sa i përket ritmit, ritmi nuk mund të jetë për gjatë gjithë jetës si është muajin e begat Ramazanit. Ramazani është dhuratë prej Allahut. Pra veçohet Ramazani nga të gjithë muajt e tjerë edhe në dimensionet se si i përjetojmë dhe si i shohim gjërat. Absolutisht. Dhe nuk na kërkon Allahu lartësuar që të jemi në të njëjtin ritëm. Po, ne duhet të kemi një standard të lartë, ne duhet të kemi një ritëm shumë të mirë dhe shumë të vazhdueshëm për gjatë gjithë jetës. Ne nuk mund të jemi sezonal për sa i përket raportit me Zotin apo për sa i përket raportit me të mirën apo detyrimeve dhe përgjegjësive që kemi dhe këtyre standardeve për të cilat ne jemi duke folur. Mirë, po për sa i përket pastaj ritmit të atmosferës dhe gjendjes shpirtërore, Ramazani është unik, është i veçantë. Pasi edhe pas Ramazanit ka stacione të tjera të vogla, të cilat e ndihmojnë njeriu që të përmirësohet, siç është xhumaja, pra e premtja e çdo jave, që është një tubim gjithashtu, një kongres javor, një workshop i çdo qyteti për të diskutuar ato problematika dhe për të frymëzuar, është Kurban Bajrami gjithashtu dhe janë momente të tjera të cilat e ndihmojnë, pra duke sikur Zoti nuk e braktis dhe në ditët e tjera të vitit, po themi atmosferën e brendshme dhe të jashtme të besimtarit. Patjetër. Në rrugëtimin tonë drejt Allahut të lartësuar, stacionet e furnizimit nuk përfundojnë. S'ka dyshim. Ato janë, siç edhe ju e lartë përmendët, janë të shumta. Mirë po ne diskutuam atë që stacion si Ramazani nuk ka. Kurse për sa i përket pastaj vazhdimësisë, është xhumaja, janë takimet, janë tubimet ku besimtari furnizohet në aspektin shpirtëror, vazhdon të ruan të freskët besimin e tij dhe pikërisht këto parime dhe standarde për të cilat ne jemi duke folur. Prandaj dhe Muhamedi alayhis salam ka thënë që në mënyrë të vazhdueshme ripërtërijeni besimin tuaj, ripërtërijeni sepse besimi është i destinuar që në momente të caktuara të humbasë atë freskinë. Prandaj besimtari gjithmonë do të jetë në kontakt me të mirën. Pra, me sa duket, t'i shfrytëzojmë këto ditë se ndoshta nuk përsëriten më, s'paku deri në Ramazanin e ardhshëm, t'japim maksimumin dhe të marrim maksimumin prej tyre, pasi duket sikur këto janë të veçanta dhe të përzgjedhura. Miftim të falenderoj shumë për këto këshilla, të falenderoj shumë për prezencën tuaj, të falenderoj shumë për rrugtimin tuaj drejt emisionit tonë. Zoti ju begatoft Ramazanin tuaj, gjithë Sarandës dhe gjithë besimtarëve kudo qofsh. Faleminderit, Allahu shpëbleft edhe juve. Lutim Zotin lartësuar që muaji begat i Ramazanit të jetë një muaj ku ne na tregon se sa shumë potencial na ka dhënë Zoti i lartësuar. Në kuptimin të japim maksimumin dhe pastaj të bindim veten tonë se me të vërtet mundemi. Dhe muaji i Ramazanit është një muaj i tillë.
Zoti nderoft, faleminderit Allah. Edhe ju, dhe le të shpresojmë që Ramazani të jetë i tillë, pra të jetë një rrugtim drejt perfeksionit të gjithë secilit, në ato udhëzime kuranore dhe profetike që e ftojnë njeriu që të lartësojë shpirtin e tij, virtytet e tij, të dëlirsojë të brendshmën e tij, po gjithashtu dhe të ndërtojë dhe të zhvillojë vendin dhe shoqërinë ku ai jeton, duke e ngritur atë gjithnjë më tepër dhe duke lënë dëshmi dhe për brezat e tjerë, ashtu siç civilizimi islam në kënd botës është një dëshmi e qartë se frymzuar nga Kurani dhe nga tradita profetike, njerëzit e kanë bërë botën më të mirë, më të sigurt dhe më të lumtur. Unë falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish nesër në një tjetër emision me një tjetër të ftuar, me një temë gjithashtu mjaft interesante. Kalofshi sa mirë.